rreth 200 punonjës të punësuar nga kompania e gajsillësit TAP, pikërisht këtu në qytetin e Durrësit ku është edhe kantieri dhe magazina e të gjitha materialeve të kësaj kompanie, ka ndërprer punën mëngjesin e sotëm. Punonjësit kanë deklaruar për News 24 se nuk respektohet kontrata e punës nga punëdhënësi. Sipas tyre ata janë marrë në punë me pagë minimale për 3 mujorin e parë, ndërsa pas 6 muajsh punë, paga e tyre nuk është rritur ashtu siç ishte premtuar, por është ulur. Protestojmë për rrogat, nuk kanë hyrë rrogat, edhe rrogat janë 200 euro në muajt, duke punuar 16 orë. Ja, rrogat, ja, shife, ja, me fakt, ja. Ja, jam magazinier, punoj në magazin, rroga është shumë e ulët. Sa? Unë marrë 320.000 lekë, sot ka marrë 260.000 lekë. Në kontratë sa keni rrogën jo? E shkruar është 280 si kontratë, por ka punuar edhe shtunave. Punonjësit shprehen se merren në punë edhe jashtë orari, por këto pagesa ende nuk janë kryer nga punëdhënësi. As shtesë, as i gjë, vetëm mashtrimet. Na kanë thonë 320, na kanë bërë 200.000 lekë tash. Po na kërcënojnë na këtu në punë, thonë rrini post night dili jashtë. Çfarë punë bën ti? Jam trajnuar për tubat, shkakim tubash. Tash ta na fusin lloj punësh. Si dënë që bën ata i shefin. To as sigurisht se gjasë ka këtu. Përfaqësues të kompanisë TAP në reagimin e tyre thonë se situata është krijuar midis kontraktorit Spies Pag dhe punëtorëve të kësaj kompanie. TAP sqaron se ka marrë garancinë nga kompania kontraktore që situata me pagesa do të zgjidhet shumë shpejt.